kurse në Shqipëri një rënje dramatike, rënje e cila ishte goditje fatale për eksportet të këtij vendi. Rënje e cila boshatisi plazhet shqiptare, 2 vera me radhë. Dhe Edi Rama, narko regjimi i tij numëron për turist pasagjerët e linjave të lira të rinasit. Udhëtar, vizitor dhe asgjë tjetër. Plazhet para shqiptarëve kanë qenë të boshatisura sikur ndonjëherë më parë gjatë këtyre verave. Është e vërtet që klanet, kartelet shqiptare të drogës dhe jo vetëm shqiptare përdorin dhe porte tjera të vende europiane për shkarkimin e ngarkesave të mëdha të kokainës. Por është e vërtet se nuk ka si vend tjetër si Shqipëria në të cilin portet të jenë që të gjitha në dispozicion të karteleve të drogës. Përfshi dhe portet e peshkimit. Pra, Edi Rama u përpoq të laj durët si padrino i narkoshtetit, duke akuzuar vendet partnerët drejt të cilave eksporton drogë dhe krim 24 orë mbi 24 orë. Por, këta janë dështime përpjekje të kota. Se vërteta është që dhe ato operacione antidrogë të kryera në Shqipëri janë ndërmarrë të gjitha pa përjashtim nga Europoli, Eurojusti, DEA dhe agjensitë e zbatimit ligjit të vendeve partnerë, antimafia italiane, prokuroria gjermane, në mënyrë absolute asnjëra, asnjë operacion i rëndësishëm nuk ka qenë iniciativë e policisë apo organeve shqiptare. Përkundrazi, kanë qenë dekonspirime shumë të mëdha. Mos harroni ju, klanin rastin Zibraka, kur u instalue uzine e miellit bardh më e madhe në Ballkan. Dhe Olsi Rama, sipas dëshmive të depozituara në prokurori, është njeriu që përcolli jashtë shteti Genti Xhixhek, bosin e grupit të Zibrakës. Pra, në çdo fjalë, në çdo qëndrim, në çdo përpjekje të Edi Ramës, ai vetëm sa vetë demaskohet më shumë. Është vetë droga Edi Rama. Është vetë kartel të drogës. Nuk ka kryeministër tjetër në Europë që t'u ketë dhënë trafikantëve miliona e miliona metër katror troje publike. Shqipëria sot është lavatrishja më gjigande e kontinentit të parave të drogës. Treguesi i ndërtimit në Shqipëri është 3 herë më i lartë se sa treguesi mesatar i ndërtimit në Bashkimin Evropian. Ndaj dhe dënoj me forcën më të madhe
këto qëllimet papërgjegjshme, përpjekjet të turpshme Edi Ramës për të akuzuar vende partnere në mënyrë që të mbuloj kriminet e tij, lidhjet e tij monstruoze me drogën dhe shtrimin e Shqipërisë në eksportues kryesor të krimeve, drogës dhe trafiqeve në kontinent. Përsëri vazhdon censura 100% e plot dhe totale e si kur ndonjëherë për Ballukun, dosjen e saj. Ajo çka mund të informoj unë, të dhëna nga qytetarë digjital, më pohojnë se Balluku, Lubia, është në kërkim të blerjes së shtetësisë dhe pasaportave, jo në një, por në disa vende. Përpjekjet e fundit të saj kanë qenë për të blerë pasaport me investim në Serbi. Thuhet se ato përpjekje nuk janë kurorzuar me sukses. Pas disa përpjekjeve që ajo bëri në gjirin në vendet e gjirit persik. Pra, Lubi Balluku po përgatitet të blej shtetësi për të shpëtuar në mënyrë për të shpëtuar në mënyrë përfundimtare përgjegjësisë para ligjit, pasi ajo ka vjedhur në Shqipëri dhe shpërdoruar miliarda euro. Gjatë periudhës saj, ajo ka administruar 12 miliard euro. 12 miliard euro. Më shumë se kushdo tjetër në historinë tonë kombëtare.